Bukuritë natyrore të bishkëve të Kukësit të mahnisin me jeshrinë e tyre në çdo stin të vitit. Çdo cip i këtyre malëve ruan një copës magjie, ku ajri i pastër, tingulli i zogjve dhe freskia e pyjeve të dendura të japin ndjesinë e qetësisë dhe të lirisë të vërtetë. Në dimër mbulohen me një mantel të bardhë dhe bore, ndërsa në pranverë dhe verë shpërthehen në sipërfaqe ngjyrash që të lënë pa fjalë. Kryeministri Edi Rama, në kuadër të rubrikës së njohur Beautiful Albania, ndau një video mahnitse me pamje nga këto bishkë, të cilat prej vitesh janë shndërruar në një destinacion të preferuar për të apasionuar pas natyrës, aventurës dhe ngjitjeve në mal. Në videon e publikuar, një tuf kuaj shfaqet duke vrapuar lirshëm mbi majet e larta, sikur të ishin pjesë e pandarit qiellit dhe tokës. Ky kontrast mes gjelbërimit të pyjeve, blusë së qiellit dhe bardhësisë së majeve krijon një pamje përrallore ku njeriu ndjen se është vetëm një vizitor i përulur përpara madhështisë së natyrës. Peizazhi mahnitës, që bashkon dimensionin dhe hapësirën e pamatme në ngjyrat e gjalla të fushave alpine, përbën një nga mrekullitë më të mëdha që Shqipëria ofron. Këto pamje një thirrje e hapur për të gjithë dashamirët e turizmit malor dhe ekologjik që duan të përjetojnë një përvojë autentike larg zhurmës së qytetit. Kukësi, me bukurinë natyrore që rrethon dhe monumentet e kulturës që dëshmojnë historinë e tij të pasur, është kthyer tashmë në një destinacion turistik të rëndësishëm si në dimër ashtu edhe në verë. Nga sportet dimërore e deri te shëtitet verore, çdo vizitë këtu është një aventurë e re. Ndër vendet më të frekuentuar janë Shtegu i ngjyrave, Gjallica madhështore dhe bishkët e tjera si Vajdova, Kroji i Bardh, Kallabaku, Guri i mëngjesit dhe Pikëllima, të cilat ofrojnë panorama që të mbeten në kujtesë për gjithmonë. Çdo shteg, çdo burim uji apo çdo gur malor këtu ka një histori për të treguar. Të shumt janë turistët vendas dhe të huaj që zgjedhin të ngjiten në këto male për të shijuar natyrën, për të bërë fotografi, për të ndjerë aromën e luleve alpine dhe për të përjetuar qetësinë që vetëm këto bishkë dinë të falin. Bishkët e Kukësit nuk janë vetëm një vend pushimi, ato janë një përvojë shpirtërore, një takim i njeriut me bukurinë e paprekur të natyrës shqiptare.